Radio. Mirë mbrëma miq, siç do të shtunë jeni në Vitality Vibes, një emision që kushtohet tërësisht shëndetit. Patjetër që me mua është një doktor shumë simpatik, një mik i imi i cili është edhe i veçantë sepse unë do të thoja është nga ata dishepujt, por edhe nga ata doktorë të cilët janë dhe në avangard për sa i përket fushës së reumatologjisë, por që nuk i ndahen konferencat, edhe të gjitha këto updatimet që doktori bën vazhdimisht dhe realisht është një nga njerëzit më interesant në fushën e reumatologjisë, të cilin unë kam fatin ta kem sot, doktor Ervin Rapushi me mua në Vitality Vibes, në Vallet Top Albania Radios për gjithë që keni ardhur tani. Mirë mbrëma doktor dhe mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, është kënaqësi gjithmonë të jesh këtu me ju. Ne të dy ndajmë shumë gjëra edhe gjatë ditës, po edhe rutinës ditore në spital, por sot në fakt do na duhet që ndajmë disa informacione shumë veçanta që ne të dy bashkë kemi përgatitur për të gjithë dëgjuesit dhe të gjithë ata që janë në shoqërinë e Vitality Vibes në Top Albania Radio do të informohen për artropatit inflamatore tek të rinjt. Është jemi lodhur duke dëgjuar këto termat e përgjithshëm në lidhje me artritet, me pjesën osteoporoza, po patjetër ka shumë gjëra të veçanta reumatologjia. Shumë e gjerë që konceptohet vetëm në dy gjëra shumë të ngushta, nuk diskutohet që janë dy patologji kanë një incidencë goxha të madhe, por dhe kjo dhe pjesa artropative, ose pjesa e sëmundjeve inflamatore të themit të rinjve të shtyllës kurrizore, janë patologji të cilët kanë një incidencë jo pak të vogël, sidomos këtu në Shqipëri. Ne kemi disa studime tonat, por ama normalisht kemi në brezin e incidencës së këtyre sëmundjeve, të cilët të themi janë artritet e shtyllës kurrizore që ta konceptojnë dhe populli dhe popullata më gjerë, të cilët kanë një incidencë jo pak të ulët. Qoftë për forma të cilët janë forma familjare, po qoftë edhe për forma ato që diskutuam pak më parë bashkë, janë këto forma seronegative që nuk janë në format familjare. Dhe janë një grup shumë i madh, por që konceptohen si të tilla artropatit, të cilët janë të lidhura me sëmundjet inflamatore të zorrëve, pra të gjitha ata pacientë të cilët kanë probleme me kolitin, që dalin diare ose dalin me gjak gjatë ecurisë së tyre, mund të shoqërohen me probleme të artriteve të shtyllës kurrizore, por dhe me artrite të prekjes së kyçeve. Vërtet, shumë interesant. Personat mund të fillojë si një artropati, të themi, me të artritin e shtyllës kurrizore dhe të kyçeve dhe pastaj të fillojë me prekjen e traktit gastrointestinal, pra me kolitin ulceroz dhe morbus Crohn. Kemi artropatit e lidhura me psoriazën, kanë shumë pacientë të cilët janë me psoriaz dhe më pas të zhvillojnë artritin psoriatik që është përsëri në grupin e këtyre. Dhe është të themi një precedencë shumë e madhe dhe njëkohësisht të themi që janë pacientë të cilët kanë psoriaz prej shumë vitesh dhe që nuk zhvillojnë kurrë këtë patologji, artritin psoriatik, siç është edhe pjesa tjetër që mund të kenë artropatin psoriatike dhe psoriazi të vi shumë kohë më vonë. Pra, po ta shohësh një imbalancë që ekziston ndërmjet këtyre dy patologjive. Prandaj kemi atë që është sëmundja më komune, që është spondyliti ankilozant, që janë persona gjenetikisht të përcaktuar nëpërmjet një gjeni që është HLA-B27. Dhe në fund fare është ajo që është artriti reaktiv, po si kalon një infeksioni që zakonisht është një infeksion seksualisht i transmetueshëm, që tashmë incidenca këtyre infeksioneve është rritur shumë në moshat e reja, dhe shoqërohet me artrite të prekjes së kyçeve, por edhe me artrite të shtyllës kurrizore. Pra edhe le të themi nga sëmundjet seksualisht të transmetueshme ne mund të zhvillojmë një artrit. Mund të zhvillojmë një artropati seronegative, një spondylartropati që është shumë agresive dhe më e keqe se sa format të cilët ne folëm më sipër. Shumë interesant fakti që pacientët zhvillojnë artrite të kolonës si pasojë e problemeve të traktit gastrointestinal, pra të le të themi deri diku të organeve të brendshme. Po ju si mjek, gjatë kohës që vlerësoni një pacient të tillë, arrini ta kuptoni që po vuan nga pjesa e traktit gastrointestinal apo fokusoheni vetëm tek pjesa e kolonës dhe e para punës artropatit janë sëmundje shumë sfiduese dhe shumë të bukura, dhe të lodhshme. Qoftë për mjekun, qoftë për pacientin. Pavarësisht se aktualisht ka mjekime të cilat nuk është më si periudha më parë, kanë mjekime biologjike të cilat bëjnë remisione shumë shpejt ose patologji, por diagnostikimi është i vështirë.
Të më bëhet fjalë për një moshë e re, e cila ty të vjen me një problem inflamator, që mund të themi një problem inflamator të shtyllës kurrizore, apo një problem inflamator me një artritë të njërit kyç, ose me një ëndje vetëm të njërit gisht, ose me një ëndje të tendin akili, ku ti je i sigurt që kjo është artropati, por duhet t'i vësh emrin se çfarë artropatia është. Dhe në këtë rast ti bën chekimin për të gjitha këto situata që neve folëm. Domethënë, nëse ti dyshon për një artropati seronegative nga sëmundjet inflamatore të zorës. Seronegative çfarë do të thotë që nuk të del në gjak? Që nuk e ke akoma diagnozë. Nuk e ke akoma një diagnozë, por i vendosur një emër dhe gjitha futen në këtë grupin e madh. Dhe në momentin në të cilën ti kërkon një kal protektin fekale, një alistë të feqes për të parë këta antigjenët dhe del pozitive, atëherë çekon për të bërë një kolonoskopi për të parë. Apo nëse të vjen me të dhënat për një sindrom Reiter, për një artrit reaktiv, atëherë kërkon të dhënat për pjesën SST-s, pavarësisht se SST-ja ka kaluar për imunoglobulinat, antitrupat në gjak, të persistojnë për një kohë të gjatë që të bëjnë të ndihmosh. Ose nëse janë forma familjare, atëherë është shumë herë më e thjeshtë që ti të shkosh dhe të chekosh për një gen HLA-B27, por ka dhe spondilite të cilët 25% të rasteve ti nuk gjen asnjë lloj analize gjenetike, mund të jetë negative. Pra është në moshat e re është një paradoks shumë i madh. Ka dhe diçka shumë gazmore mund të themi. Vin pacient të cilët djalë ose një vajzë e re 18-20 vjeç, vjen aty se janë mosha më shpesh që fillojnë këtë patologji dhe vjen që ankojnë për dhimbje cervikale që mund të kenë ardhur dhe tek ju për t'i parë dhe për fizioterapi. Edhe ne kërkojmë një grafi cervikale, kërkojmë dhe një grafi bacini. Edhe duket pak si abuzive kur pacienti e mendon, mua dhëm qafa më shkërkuar dhe grafi e bacinit. Dhe kjo gjë nuk bëhet kot, por bëhet që ne zbulojmë nëse pacienti ka një kalcifikim të pjesës në regionin oksipital për një ethezit, pra këto si patologji bazën e fillimit të tyre e kanë te pika ku bashkohet tendini me kockën, që është enthezis. Dhe në këtë pikë mund të japë një dhimbje shumë të fortë cervikale që mund bllokojë qafën. Dhe normalisht ne çekojmë dhe grafin e bacinit për të parë për sakroiliakit, ose kërkojmë, se tani kohët janë më moderne, kërkojmë një rezonancë cervikale, nuk është si kohën kur ka filluar punën para 10 vite. Kërkojmë një rezonancë cervikale dhe një rezonancë artikulacione me sakroiliake, që janë artikulacione që bashkojnë pjesën e legenit, pjesën e legenit të bacinit, me pjesën e shtyllës kurrizore. Okej, doktor, shumë faleminderit për përgjigjen. Duhet të shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak. Patjetër. Jemi sërish bashk në shoqërinë e doktor Ervin Rapushit, mjek reumatolog, por edhe në shoqërinë e Vitality Vibes, një emision i cili kushtohet shëndetit dhe që transmetohet çdo të shtunë në orën 19 deri 20, pa harruar të gjitha informacionet e nevojshme dhe emisionin që mund ta ndiqni në kanalin zyrtar YouTube Vitality Vibes në Top Albania Radio, por gjithashtu në topalbaniaradio.com mund të ndiqni të gjithë të rejat e fundit dhe të gjithë artikujt të cilët dalin nga emisioni, dhe për gjithë ju që doni të informoheni, patjetër që në website-in zyrtar topalbaniaradio.com në logon dhe titullin e Vitality Vibes mund të kërkoni gjithë informacionet e duhura. Doktor, po flasim për këto artritet e shpinës edhe të qafës, domethënë kolona e fund shpinës edhe pjesa e qafës që po aktivizohen shumë ose po shfaqen shumë tek moshat e reja. Por ju përmend disa nga arsyet. Në një arsye tjetër ka që mund të jetë lidhur me faktorë ambientale apo me faktorë ushqimor? Po, nuk diskutohet, nuk bëhet fjalë vetëm për dispozita gjenetike apo forma të nuk e di, mbase të ne folëm pak më sipër për pjesën e infeksioneve seksualisht transmetueshme që janë një trigger. Po, që është një gjë shumë interesante dhe në fakt unë nuk e di që kemi edhe të gjë në reumatologji. Po. Përveç këtyre kemi edhe forma të cilët janë mund të shpërthejnë nga çdo infeksioni viral tjetër, ëh. Domethënë Epstein-Barr virusi, cytomegalovirusi, janë ato viruset, parvoviruset, të cilët arrin ta thyejnë kodin gjenetik dhe të bëjnë të shprehen genet. Pra kjo është e para. Përveç asaj, më fal që ndërpres, po mendoja për diçka nga rutina jonë ditore e përditshme, për shkak nuk e di, dikush thotë që ndryshoi koha, mos u la shumë në det, sidomos tani në periudhën e verës se mund të ftohen kyçe, domethënë aktiviteti nuk e di a lidhet kjo realisht me këtë pjesën e fenomeneve reumatizmale. Aktiviteti fizik rekomandohet në të gjitha këto lloj sëmundjesh. Domethënë shihet një faktor protektiv, por në disa raste mund të jetë që të nxjerrë në pa. Një person i cili
ecën shumë, që ka një dëmtim ose që noton shumë, që bën shumë palestër, bën shumë sport, dhe ka një dëmtim inflamator të një tendini, qoftë një tendini të supit apo të pjesës talokruralit, tendini të akilit apo një tendineve suprapatelar apo infrapatelar. Dhe mund ta marrë fillimisht këtë gjë si një dëmtim që mund të ndodhur për shkak të aktivitetit fizik. Dhe më pas kur shikon kjo gjë shkon më tej, po inflamohet më shumë, jep më shumë dhimbje, gati paralizon pjesën e lëvizjes, atëherë drejtohet te mjeku, qoftë ortoped, qoftë reumatologu, që shikon që ka një tendinopati. Në momentin kur ne futemi në kuadrin e tendinopative, në të moment fillon edhe gjithë çekimi për këto patologji që ne folim. Pra për një gjë që ne nuk na shkon që kjo gjë është domethënë një gjë normale. Për shembull, shpesh herë janë këto skjepat që dalin tek thëmbrat e këmbëve, që treçereku i konceptojnë si një fenomen artroze, por që kjo do ishte një artroz, po të ishte pas 42 vjeç. Çfarë kuptimi do kishte nëse kjo do dalin një djalë apo një vajzë 25 vjeçare? Është pikërisht kjo lloj sëmundje, kjo lloj artritesh, të cilët fillon kjo si patologji. Apo një person i cili është një moshë të re dhe që bën kalcifikimet përsëritura të tendinit të bicepsit. Ato që shpeshherë mund të ngatrojnë grafikisht si kalcifikime, por që në të vërtetë ata që e lidhin nga ngarkesa, po pra ka sport që bëjnë nga punët e zakonshme, që mund të jetë një punëtor krau i shkretit i cili punon gjatë gjithë kohës për ditë me pesha të rënda dhe ngatrohet shpeshherë që shikon se ky kalcifikimi mund të jetë me origjinë të ndryshme metabolike, mund të jetë nga sforcimi, nga rënja, nga rrëzimi, por që në të vërtetë nuk është asgjë me ato të cilët aludohet, por është një ato lloj forma të artriteve që fillojnë. Pra, nuk është aq e thjesht edhe një bursit në moshat e reja. Këto kalcifikim mosha nuk janë aq patologji të thjeshta, por besoj se ja vlen të flasim një seancë tjetër në pjesën e kësaj, është më interesante pjesa e temës. Miq, dëgjoni doktor Ervinin pasi është goxha interesant. Gjithmonë ne mendojmë që kemi gjëra që na lidhen me mingarkesën, po nuk është thjesht mingarkesa. Mingarkesa mund të jetë ajo që la vën në dukje. Cilat janë ato shenja që të rinjtë e sotëm duhet kuptojnë që po vuajnë nga artritet e qafës edhe të mesit? Gjëja e parë që është gjëja më kryesore që e sjell tek ne është dhimbja. Është një dhimbje karakteristike inflamatore që ndodh tek ta pacient. Dhe kryesisht kjo dhimbje mund të fillojë ose te pjesa e qafës, nëse nuk fillon me artrite të kyçeve, që është njësoj si gjithë artritet e tjera, mund të fillojë te pjesa e qafës ose mund të fillojë te regioni lumbosakral. Është një dhimbje e cila e tregon vetë diagnozën. Pacienti thotë që kur unë qëndroj ulur gjatë ose kur ngrihem në mëngjes nga gjumi, duhet të ngrihem sepse kam dhimbje mesi. Kjo është tipike. Dhe pas 15-20 minutash që unë filloj të lëviz, unë qetësohem. Pra ka një ngurtësim të pjesës së kolonës. Është një dhimbje e cila është dhimbje tipike orëve të para, pra fillon nga ora 6-7 e mëngjesit dhe në orën 7:30-8 do të jetë patjetër në këmbë. Del gjumi dhe e zgjon nga gjumi. Një dhimbje e cila ka një irritim tipik që mund të shkojë deri te pjesa e kopshëve, muskujve të kopshëve, një dhimbje që mund të shkojë deri te pjesa e shpatullave, dy skapulave. Një dhimbje e cila shpesh herë fillon si dhimbje beft dhe nëse nuk trajtohet mund ta lëri të pacientin në krah që në shtrat që mundet që të mos lëvizet dot fare nga krevati të ngrihet për të bërë aktivitete e përditshme. Pjesa tjetër është e lidhur kryesisht me pjesën e ekzaminimit, në cilën këta pacient bëhet nga mjeku reumatolog, nga çdo lloj mjeku tjetër, sepse janë teste shumë të lehta për të realizuar, është ajo quhet testi Shobrit, për të parë nëse pacienti përkulet dhe sa rrin përkulet dhe sa hapet shtylla kurrizore. Dhe mandej shifet për të gjithë regionet e shtyllës kurrizore, që nga pjesa e cervikales, mënyrës së lëviz, çekohet për pikat ku tendinet bashkohen me kockën dhe që japin probleme. Kjo është themi nga format më klasike mënyrës se si fillon. Pra është ajo dhimbja inflamatore, është ajo dhimbja e moshave të reja. Këto posturat ose pozicionet e ripërsëritura që neve themi qëndrojmë keq në zyrë, po tani është tuar edhe në çik teknologjia më shumë qëndrojmë telefon, iPad, pra pozicionet të ripërsëritura, a janë faktor risku që mund na shkaktojnë artrite në nivel të qafës edhe të fund shpinës? Ato më shumë ndikojnë te spazmat muskulare, por jo te pjesa e tendineve ku bashkohen me kockën që krijojnë atë enthesitë. Nuk diskutohet që shpesh është shumë e vështirë sepse një pacient mund të ketë një spazm më të fortë muskulare nga këto pozicione të detyruara.
që cilët bëjnë që dhe nga njëre të ngatrohesh te pjesa. Pra, e shikon një pacient i cili nuk lëviz dot qafën, një pacient që nuk përkulet dot, ose pacientë të cilët ju e dini shumë mirë që kanë statika të drejta të shtyllës kurrizore, që ta involvojnë një farë mënyre diagnozën që kur e shikon që në këtë lëvizje që mund të gatrohen respondilartropative. Por që nuk janë aq agresive se sa pjesa tjetër. Qofse këta persona zgjidhen me shumë pak medikamente dhe bën shumë shpejt mirë, pjesa tjetër që janë me artropatit, që po diskutojmë, nuk zgjidhen të paktën pa marrë një 3 deri në 6 muaj mjekim dhe mjekim goxha agresiv që të ulet inflamacioni dhe të lirohet pjesa e këtyre artikulacioneve diskovertebrale. Ndalemi pak tek artropatit. Ju më përmendët çfarë një diagnozë e cila është pak e veçantë dhe që quhet spondiliti ankilozant. Spondiliti ankilozant. Është besoj jo e rrallë si diagnozë, unë e kam hasur shpesh në përditshmërinë time edhe në punën time, po që e di që monitorimi në 100% më i saktë dhe më i mirë bëhet nga mjeku reumatolog. Për gjithë ata që na dëgjojnë, duhet të di çfarë është spondiliti ankilozant, do të thënë ç'është kjo sëmundje që ngjason me këto ngurtësimet, po unë e di që është pak agresive, po për ata që na dëgjojnë do ishte mirë që të jepim një sqarim. Spondiliti ankilozant është sëmundja më tipike e grupit të artropative që ka frekuencën më të madhe. Tek dyti vjen artriti psoriatik, e treti vjen artriti lidhur me sëmundje inflamatore të zorrës, artropati lidhur me sëmundje inflamatore të zorrës, dhe në fund fare është sindromi Reit. Ideja është që është forma e cila e fillon aktivitetin e vet ose shfaqet në 2 kulme të moshës. E para është mosha 18 deri 25 vjeçë, dhe e dyta është vjet pasmëre në moshën 40 deri 55 vjeç. Do të thonë, persona të cilët gjithë jetën janë këta një grup pacientësh të cilët janë pacientë shumë punëtor, që merren me shumë aktivitet fizik, që nuk lejojnë që të bllokohet kolona, dhe që bëjnë të mundur që të kenë dhimbje, por të mos diagnostikohen kurrë për këtë, por të vazhdojnë jetën e tyre normalisht derisa arrin një farë moshe që dhe aktiviteti fizik bie. Një person moshë 45-50 vjeç nuk mund të ketë një aktivitet fizik, se mund të merret me sport si një moshë e re, dhe këta janë persona të cilë klinikën e bën një moshë të madhe. Pra është një sëmundje që shfaqet në një moshë të madhe. Kush është targeti pak a shumë? Targeti është ndërmjet këtyre 2 moshë, por vetëm ajo që bën diferencën janë se këta janë persona shumë herë më aktiv, të cilët nuk lejojnë që të bllokohet shtylla kurrizore. Do thash pak më përpara që në këtë lloj artropatit, aktiviteti fizik ka një rol kyç. Domthonë, jo vetëm aktiviteti përditshëm fizik, por edhe sporti ndihmon shumë. Në një moment që diagnostikojmë të pacient, i themi gjë e parë fillon notin, fillon aerobin, fillon fiskulturën, ushtrime programesh ushtrimesh të cilët janë të aprovuara për çdo lloj pjese të prekjes së shtyllës kurrizore, të cilin ndihmon këta pacientë mos invalidizon. Pra, jo vetëm pjesa e mjekimit e cila përdoret, por njëkohësisht edhe pjesa e aktivitetit fizik dhe sportit ka një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e vitalitetit të pjesës së kolonës dhe të lëvizshmërisë së pjesës kolonës. Spondiliti ankilozant thash është një sëmundje e cila është gjenetikisht e përcaktuar në 75% të rasteve, që janë pacientë që kanë një predispozit gjenetike këtë genin HLA-B27 dhe në 25% të rasteve mund të kenë një gen tjetër, por që përsëri klinikën e zhvillojnë po njësoj se këta që janë në genetik të përcaktuar. Mënyra e fillimit është në mënyrë shumë bruske, mund të preket cervikalia, mund të preket pjesa torakale, preket pjesa lumbare dhe pjesa sakroiliakeve, e cila më vonë shoqërohet në prekjen e artriteve periferike, që shpesh herë shoqërohet. Artropatit janë sëmundje që nëse artriti reumatoid të lë një farë kohe të presësh dhe të bësh mundësi, kurse këto janë patologji shumë agresive. Dhe me njëherë të blokojnë në shtrat, për njëkohësisht shkatrojnë artikulacionet. Dhe shkatrojnë artikulacionet të mëdha, të cilët janë të rëndësishme për aktivitetin e përditshëm. Shkatrojnë qurin, shkatrojnë koksofemoralin, shkatrojnë talokuralin, shkatrojnë supin. Pra janë patologji me njësuri dhe agresivitet, qoftë klinik, por edhe biologjik shumë të madh. Mirë doktor, ikim në publicitet, rikthehemi pas pak. Rikthehemi në Top Albania Radio miq, në shoqërinë e Vitality Vibes dhe të doktor Ervin Rapushit, mjek reumatolog, profesor i asociuar, pa harruar titujt doktor shkencash, por siç ju përmenda pak më përpara, një nga njerëzit më inovativ në fushën e reumatologjisë në Shqipëri, dhe që un kam fatin ta njoh dhe që të punoj me të prej disa vitesh, dhe që po flasim ne të dy sot për artropatit
të cilat janë smundje ose artrite që prekin kolonën, teksa kemi ndalur në spondilitin ankilozant, një smundje goxha e vështirë, agresive, mund ta quajmë shumë dinamike për mënyrën se si i prek pacientët, por duhet të ndalem pak. Tek ata pacientë të cilët kanë artrite të tilla, tek ata pacientë të cilët kanë spondilit ankilozant, tek ata pacientë të cilët shfaqen këto dhimbjet e fulminante me njerëzshme, këto bllokimet, duke qenë se janë smundje shumë agresive. Si është monitorimi tyre nëpërmjet jush dhe si është ecuria ose ardhmja e këtyre pacientëve? Normalisht ne pasi është diagnostikuar një pacient, monitorimi bëhet gjithmonë nga mjeku reumatolog. Mjeku reumatolog dhe fizioterapisti që shikon pastaj dhe pjesën e çekimit se ku ka arritur me jo vetëm me mjekimin, por edhe me pjesën e fizioterapisë. Normalisht ne monitorojmë e para aktivitetin e smundjes, e dyta monitorojmë efektet anësore të mjekimit, që paraqet, e treta monitorojmë efikasitetin e mjekimit. Ka shumë skema të cilët përdoren dhe fatmirësisht ne kemi një fat shumë të madh që tashmë kanë hyrë ato që quhen terapitë biologjike, të cilët për disa smundje kemi target terapi, kemi target terapi për spondilitin ankilozant, kemi target terapi për artritin psoriatik, preparate biologjike që përdoren në mënyrë shumë suksesshme dhe për smundje inflamatore të zorrës, disa prej tyre janë dhe target terapi, të cilët ndikojnë dhe ndihmojnë shumë dhe ka bërë të mundur që validiteti i këtyre smundjeve të jetë gati i zhdukur. Gjithmonë nëse pretendojmë që të kapë një stadi, mund të jetë stadi i parë, i dytë, i tretë. Për një person i cili është stadi 4, që ka një kalcifikim total të gjithë shkallës muskulore, apo një person i cili ka një shkatrim të një artikulacioni, nuk pretendohet që mjekimi biologjik apo dhe mjekimet e tjera do t'i lehtësojnë jetën, aktivitetin fizik, do ulin dhimbjen, pragun e dhimbjes, por ama nuk pretendohet që të kenë një jetë aktive siç kanë pasur më përpara. Më fal që ndërpres. Më thua për mjekim biologjik. Cili ka qenë mjekimi më përpara? Kanë qenë kortizonët apo jo? Kortizonikët kanë qenë që përdoreshin deri diku me doza deri të moderuara për të ulur inflamacionin, antiinflamatorët, të gjithë grupet antiinflamatorëve, biles artropatit janë nga ato smundje të cilën përpara janë përdorur dhe dy antiinflamatorë bashkë, në jetë të përditshme, zakonisht kombinuar, pra një koks 2 me një koks 1, të cilët janë përdorur për shembull janë artrinja smundje të cilët mund të përdorësh edhe të themi një piroksikam të kombinuar bashkë me naproxen, që në asnjë vend tjetër nuk është gjetur ky lloj kombinimi, këtu është e lejuar, kuptohet nga protokollet e caktuara që të përdoren tek këta pacientë. Normalisht me diferenca me medikamentet biologjike, cila është, pra çfarë bëjnë? Është shumë e madhe. Preparatet biologjike janë citokin, janë molekula të cilët shkojnë antitrupa monoklonal, të cilët shkojnë dhe bllokojnë receptorët apo pjesën postreceptor duke lejuar që inflamacioni të bjerë. Pra bëhet fjalë për mjekim shumë modern i cili arrin që aktivitetin e smundjes qofse me preparate të mbarshme, ne këtë aktivitet mund ta ulim pas 6 muaj, 7 muaj ose një viti, to bën të mundur që pas javës së 12, pra pas 3 muajsh ky aktivitet të bjerë. Dhe ta shërojnë si smundje. Dhe shërojnë. Dhe shërojnë si smundje. Pra ka avancuar goxha. Ka avancuar, arrihet një remision total. Domthonë bëhet fjalë për të rinj të cilët kanë probleme të kolitit ulceroz, që ngelin në tualet me diarre me gjak, të cilët bëhet një remision total, cilësia e jetës ruhet shumë mirë, për pacientë të cilët bëjnë të mundur që mos të kenë më atë dhimbje në mëngjes u ngrihet nga gjumi, që nuk kontrolloi dot më përpara me këto preparatet e tjera që ne kishim në dorë, po kuptohet që këto janë të kombinuara bashkë me imunosupresorët. Pra, ideja është që ne jo vetëm të ulim inflamacionin, jo të frenojmë këto citokinat që na bëjnë gjithë të dëmtimet, por dhe të mjekojmë me imunosupresor në një nivel të tillë që të bëjnë të mundur të ulim gjithë rolin e sistemit imun dhe këta pacientë të shërohen. Më shkruan dikush, më thot, pyet e pak doktor Ervinin që kam dhimbje qafe dhe dhimbje shpine, i kam bërë analizat reumatizmale, por nuk më del gjë. A mund të quhem një person i prekur nga ka diçka. Artritet? E para punës është për të vlerësuar nëse ka një problem inflamator apo jo, se mund të jenë këto i folëm përpara, varet nga mosha. Nëse është një moshë e cila është mbi 45 vjeç që fillon procesi artrozike, mund të jenë artrozat ato të cilët kufizojnë lëvizjet dhe japin dhimbjet. Po të jetë një person në një moshë të re që ka një problem me statikën e cervikales dhe torakales apo një skoliozë torakale, shumë pak është probabiliteti që të ketë një sëmundje inflamatore. Por
në sëmundjet inflamatore, kur janë në long stage, pra një kohë zgjatje të madhe, pacienti mund të jetë me dëmtime tipike të sëmundje, por shenja inflamatore nuk gjen. Dhe nuk gjen sepse trupi, organizmi, gradualisht krijon ato forca mbrojtëse që këto lloj inflamacioni e kufizon në mënyrë të tillë që dhe testet inflamatore nuk është se i gjejnë. Pra, pretendohet një kalcifikim total i shtyllës kurrizore dhe ty hemograma të vjen me anemi inflamatore të lehtë pas sedimente pa PCR. Kjo mund të vijë sepse këta pacient vetë marrin medikamente antiinflamatorë dhe kortizon se ndihen mirë me to, por kjo mund të vijë edhe që trupi ka kaluar një farë inflamacioni kronik dhe e vetë kufizon si inflamacion dhe asnjëherë nuk del. Pra një pacienti nuk arrin dot përkulet fare, nuk lëviz dot fare qafën për lëviz vetëm syt, por që nuk ka test. Vërtet, se kaq rënd shkon situatat, pra një person i cili ka kolonën komplet drejt dhe nuk ka rotacion. Sepse në momentin në të cilën është kalcifikuar gjithë pjesa, aty nuk ka më inflamacion, çfarë të zhvillohet më. A ka rrezik për sa i përket problematikave tjera tipit bllokimin e toraksit, frymarrje? Këto nuk janë sëmundje që ngelin vetëm te pjesa e artriteve të kyçeve apo që ngelin vetëm të shtyllën kurrizore. Problematika më e madhe është kur del jashtë pjesës së këtyre, që do të kupton, shkojnë dhe mund të prekin syt. Mund të bëjnë uvejite të shojnë deri në verbrim. Mund të dëmtojnë artikulacionet tanto-occipitali dhe mund të kalojnë paraliza. Vërtet. Po, mund nga kalcifikimet e rrënjës së nervit zhvillohen pastaj polineuropatit dhe pastaj zhvillohen të gjithë nervat dalin nga shtylla kurrizore dhe mund të shojnë në dëmtim të tyre dhe përsërit paraqesin të japin një tip paraliza. Kapin pulmonin gjatë tesurive të tyre, mushkrin dhe bëjnë fibrozën pulmonare dhe këtu nuk është më vetëm se nuk arrin dot të hapet dhe të mbyllet, pra jo vetëm që dëmtohet funksioni pomp i shtyllës pompi kraharorit nga muskujt, por ama nga dëmtimi të artikulacioneve diskovertebrale dhe të pjesës së brinjve, por dëmtohet dhe endi pulmonar dhe bëjnë fibroza. Kështu që kemi dhe një dëmtim të strukturës së pulmonit. Mund kapin veshkën. Momentin që kapin veshkën, janë përvecuria shumë e keqe, mund të përfundojnë në dializë. Mund të kapin mëlçin dhe të bëjnë hepatite autoimune, shoqërohen me dëmtim të rrënjës së aortës. Pra, nuk shifen vetëm kur folit që parë për monitorim me këtyre pacientëve, jo vetëm për pjesën, të themi, ecurisë së mjekimit dhe aktivitetit biologjik dhe aktivitetit fizik që në monitorojmë njëkohësisht edhe efektet e prekjes ekstra të pjesës të organeve në këta pacient. Preken më shumë meshkujt apo femrat nga spondiliti ankilozant? Janë nga sëmundjet e rralla që incidencën më të madhe e kanë meshkujt. Gjithë pjesën tjetër, gati 85%, 90% sëmundjeve reumatizmale prekin femrat. Artropatit janë ekskluziv i meshkujve. Raportin e kanë 3-4 me 1. 3 meshkuj me 1 me femër ose 4 meshkuj me 1 femër. Pra në rastin e spondilit ankilozant ose artropatia e kolonës, meshkujt janë e meshkujve. Se gjithkohës vuajnë femrat. Ne themi se ka dhe diçka të bukur. Femrat gjatë pjesës së gravidancës zhvillojnë vetë një sakroilei, sidomos që takti të Listrapet, Pacini, zhvillojnë vetë një sakroilei. Edhe mësohen me këtë dhimbjen kronike të mesit aty. Dhe përjetojnë, dhe nëse bën një artropati, e përjetojnë shumë herë më lehtë. Kurse meshkujt e përjetojnë shumë herë më keq dhe me klinik më shumë se sa femrat. Mund të shfaqet kujdo në çdo moment një artropati e qafës apo e mesit apo një spondilit ankilozant? Tash ka 2 kulme të moshës ku ne gjejmë incidencën, po mund të takohet çdo lloj moshe. Tash personat që janë me një aktivitet shumë të shprehur fizik mund të ketë filluar 18-20 vjeç, por si sëmundje mund ta bëj klinikën 45-50 vjeç. Varet ose dikush i cili ka dhe diçka. Këto si patologji shoqërohen edhe me rritje të acidit urik në gjak. E kanë si nga aktiviteti shprehur inflamator shoqërohen me rritje të acidit urik. Kemi pasur pacientë që janë mjekuar për shumë kohë për acid urik, për artrit kutoz. Ose për një hiperuricemi që qëndron gjithmonë e rritur në gjak dhe nuk gjendet asnjë lloj shkaku. Dhe kur këta pacient çekohen pastaj dalin grupet spondiloartropative. Mirë doktor, ikim sërish në publicitet dhe do rikthehemi pas pak. Rikthehemi në këtë pjesë të fundit në valët e Top Albania Radios me mua Ilvin dhe doktor Ervin Rapushin, mjek reumatolog. Si gjithmonë jeni duke ndjekur Vitality Vibes, një emision i cili kushtohet shëndetit, teksa përflasim për spondilitin ankilozant. Tani në pushim sapo ju pyeta, sindroma e Bechtereevit dhe spondiliti ankilozant janë e njëjta gjë. Janë e njëjta patologji. Domthon shumica në literaturë se themi është me Bechtereev ky. Po.
Shumica në literaturë e gjen me morbus bacteriev. Aty, por spondiliti ankilozan dhe bakterievi janë e njëjta patologji. Më përpara këto të gjitha futeshin në kur nuk ishte një ndarje dhe nuk ishte një klasifikim, të gjitha futeshin bakteriev. Qoftë artriti psoriatik, gjitha më radhë. Më pas klasifikimeve, duke dhënë një etiologji dhe një shkak të caktuar, aty pastaj janë kanalizuar dhe bakterievi është spondiliti ankilozan. Një pacient më pyet, më thot, pyet e pak doktorin, jam me skolioz, a mund të zhvilloj një spondilit ankilozan? Nuk ka lidhje. Nuk është se personat të cilët janë me skolioz paraqesin spondilit ankilozan. Spondiliti ta drejton kolonën, sepse ta vertikalizon dhe ta kalcifikon komplet. Kështu që shumë pak është mundësia. Më pyet dikush tjetër dhe më thot, pyet e pak doktorin, cilat janë analizat që duhet të bëj për të vlerësuar që kam një artrit të shpinës apo të qafës. Shika, nuk është se analizat i vinë, kjo është ka patologji të cilët ne bazojmë në ekzaminimin imazherike. Domethënë, ekzaminimi imazherik më i sigurt që i evidenton këto patologji në moshën më të hershme të kësaj sëmundje është rezonanca magnetike me kontrast. Pra kërkohet rezonancë magnetike me kontrast e artikulacioneve sakroiliake për të evidentuar nëse këto sakroiliaket kemi aktivitet inflamator, pra ka filluar. Pra fillon që nga pjesa poshtë e pjesë e legjimit, pastaj gjithën i lart. Ne kërkojmë se ka lidhje jo vetëm me pjesën e diagnostikimit, por me pjesën e kostos pacientit. Pra aty ku ne që shohim që është pika më nevralgjike kësaj patologjie, pra aty ku ne në ekzaminim shohim që është pjesa që është më e prekur, aty kërkojmë edhe ekzaminimin radiologjik. Për një pacient i cili është për të marrë një përgjigje sa më të shpejt, një X-ray, një radiografi plane bën evidente, por diagnostikimi i sigurt është rezonanca magnetike që bëhet qoftë e qafës, e torakale, pjesës torakale, pjesës sakroiliakeve, me kontrast për evidentuar prezencën e sakroileitit ose prezencën e emfesitis. Për artikulacionet mjafton një ekografi e thjeshtë e cila e bën shumë evidente qoftë pjesën e emfesitit, e infuzionit intraartikular, e ujit apo edhe për vlerësimin e trasisë së sipër artikulacionit synovias për të parë nëse kemi inflamacion apo jo. Pra e para që kërkohet është ekzaminimi radiologjik për këtë patologji. Pastaj mund të kërkohen gjithë ekzaminimet e tjera, testet inflamatore apo testi gjenetik apo testet e kalprotektinës fekale. Gjithsesi, jo të gjitha sakroileitet, të cilët ne i vërejmë shpeshherë, pra një grafik ose një ekzaminim që mund të jetë bërë që vjen nga radiologu thotë evidenton një sakroileit, janë sakroileite për të trembur dhe për janë me origjinë romatizmale. Ka një diagnozë shumë të bukur edhe për pjesën e sakroileiteve. Sakroileitet mund t'i kemi nga brucelloza, që është një sëmundje infektive, dhe që nuk ka lidhje me pjesën parë se sakroiliaket mund të shkatrohen. Sakroileitet mund t'i kemi personat të cilët kanë bërë një traumë që kanë rënë me vithe nga një lartësi të themi 2 metra, 1 metër e gjysmë, 2 metra atje dhe kanë bërë një dëmtim të tyre. Pos një aksidenti automobilistik, kur përplas makina mund të zhvillosh sakroileit. Tuberkulozi shoqërohet me sakroileit, sifilizi provokon sakroileit, personat të cilët përdorin disa lloj ose kanë kaluar femrat që kanë kaluar sëmundje inflamatore pelvike mund të jetë me sakroileit, shtatzania thamë që mund të jetë me sakroileit, por që jo të gjitha këto janë me origjinë autoimune, janë të gjithë romatizmale të spondiloartropative. Vetëm ata që shoqërohen me prekje të 2 sakroiliakeve dhe pra të 2 artikulacione ose të një artikulacioni, po minimalisht të jetë e prekur, 1/3 e poshtme, 1/3 e mesme ose komplet sakroiliak. Megjithatë, edhe pse pacientët kanë kaluar situata të tilla ose shkaktarët kanë qenë të ndryshëm, prap duhet të drejtohen tek reumatologu. Duhet bërë diagnoza. Sepse s'mund të trajtosh një moshë të re, ti thush që ke një sëmundje të tillë dhe trajtosh me një kohë të gjatë aq më tepër ta futesh në këto skema mjekimi agresive. Pak më përpara më thatë që sëmundje të tilla nëse diagnostikohen herët kanë mundësi shërimi. Po. Bëhet remisioni nëpërmjet gjithë këtyre grupeve preparatëve që folën, bëhet remisioni dhe mund të ngeli në remision total, pra dëmtimin të ngeli aq sa e diagnostikojmë dhe mos të eci as pak më shumë. Po çdo gjë është e lidhur me një check-up periodik të pacientit dhe njëkohësisht është e lidhur edhe pjesën e aktivitetit fizik të pacientit. Doktor, një mesazh të fundit përpara se të largohemi për sa i përket artropative. Mos neglizhoni asnjë lloj dhimbje inflamatore të shtyllës kurrizore për çka ne folëm më sipër. Thanks doc. Shumë i mirë.
Të falenderoj që ishe në Vitality Vibes. Faleminderit DJ Klo që je me mua këtë të shtunë, më ke munguar. Faleminderit Mario. Ju rikujtoj të gjithëve takimin ton të ardhshëm çdo të shtunë në orën 7:08. Qëndroni në Top Albania Radio mbi informacionet mbi shëndetin në Vitality Vibes. Deri atëherë mos harroni, shëndeti është gjithmonë i pari. Natën e mirë dhe mirë dëgjofshim.